Instituti i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se këtë javë numri i rasteve të raportuara të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin po vazhdon të bjerë. Sipas raportit të fundit të ISHP-s, këtë javë janë regjistruar 1150 raste të reja, që shënon rënje prej 11.9% krahasuar me javën e kaluar. Ata njoftuan se krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, kur u raportuan 2726 raste, rënja është e ndjeshme për -57.8% teksuar nga ISHP. Analiza sipas grup moshës tregon se kategoria më e prekshme janë personat e moshës 15 deri në 64 vjeç me 621 persona të infektuar, të ndjekur nga fëmijët nga 5 deri në 14 vjeç, fëmijët deri në 4 vjeç 157 raste dhe personat mbi 65 vjeç. Që nga fillimi i sezonit 2025-2026, numri i përgjithshëm i rasteve të raportuara të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin ka arritur në 13.871. ISHP treguan se shumica e rasteve u regjistruan në janar, 9.135 raste, ndërsa në shkurt ra numri në 2.456, kurse në dhjetor pati 1.324 raste dhe në nëntor dhe tetor janë regjistruar një numër dukshëm më i ulët rastesh. Gjithashtu, theksuan se të dhënat tregojnë se sezoni arriti kulmin në janar, i ndjekur nga një rënje graduale e numrit të rasteve. Autoritetet shëndetësore apelojnë për respektimin e masave parandaluese, veçanërisht tek qytetarët më të rinj dhe të moshuar, të cilët janë pjesë e grupeve më të rrezikuara.